Njerëzit s'dinë ku kanë djemt e vajzat. Inteligjencia shqiptare po kositet. Enver Hoxha mbetet një nga figurat më enigmatike në historinë shqiptare, duke lënë pas shumë të panjohura rreth jetës dhe ushtrimit të pushtetit të tij. Që nga rinia e hershme, ekzistojnë paqartësi lidhur me arsimimin, aktivitetin dhe formimin e tij, ndërsa mënyra se si arriti të kontrollonte një popull tradicionalisht kundërshtues ndaj autoritetit mbetet çështje debati. Misteret vazhdojnë me ngritjen e tij në krye të Partisë Komuniste, rolin e faktorëve të jashtëm si jugoslavët, si dhe eliminimin e kundërshtarëve dhe aleatëve politik. Po ashtu, prishja e marrëdhënieve me Josip Broz Titon, Bashkimin Sovjetik dhe Kinën, si dhe refuzimi i planit Marshall, ngren pikpyetje mbi strategjinë e tij politike dhe izolimin e vendit. Një tjetër aspekt i debatueshëm lidhet me metodat e ruajtjes së pushtetit, përfshirë përdorimin e spastrimave dhe masave të ashpra të sigurisë. Madje, qarkullojnë pretendime për përdorimin e sozive për mbrojtjen e tij. Edhe marrëdhëniet me figura si Mehmet Shehun dhe Kadri Hasbiun përfunduan në mënyrë të errët. Në fund, sëmundja dhe vdekja e tij u mbajtën të fshehta për disa ditë, duke shtuar edhe më shumë misterin. Edhe sot, shumë nga këto çështje mbeten të pasbardhura plotësisht.